أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falenderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falenderohet. Allahun e madhërisëm e falenderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut dhe Dhul Xhelali, i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Në mësimin e fundit që kishim në këtë mezhlis të rregullt të ditëve të hana, netëve të marta në këtë xhami, filluam me sqarimin e hadithit të Xhabirit radiallahu anhu në lidhje me haxhin, të cilin hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij dhe gjithashtu transmetohet edhe në librat e tjera të hadithit. Po verzioni që është në Sahihun e Imam Muslimit është verzioni bazë. Dhe këtë hadith Sheikh Albani rahmetullah alej e ka sjell në verzion duke i grumbulluar të gjitha pjesëzat e këtij hadithi që gjenden edhe në transmetime tjera jashta Sahihut të Imam Muslimit. Dhe për herë të parë e ka ofruar të këtill të plot para besimtarve dhe ka qenë një vepër konkrete, siç e përmendëm edhe në mësimin e parë, të tentativës së tij fisnike që të afron besimtarët tek suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sidomos në adhurimet bazike të tyre. Libri i parë i rëndësishëm në këtë drejtim ka qenë forma e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një libër i cili ka qenë kryevepër e Sheikh Albanit rahimahullahu taala dhe përfitimi i umetit islam prej tij ka qenë i madh dhe akoma është i madh dhe është i rëndësishëm. Kurse ky libër më pak ka qenë i njohur tek lexuesit shqiptar sidomos, megjithse e ka të njëjtin qëllim, që t'i tregon besimtarve haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo metodologji është ajo që duhet jetë e pranishme vazhdimisht në mesin ton, të hoxhallarëve dhe xhamatit, se feja Allahu Dhul Xhelal është ajo që na mëson Kur'ani fisnik dhe hadithi i sakt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me sqarimet të cilat ja bëjnë dietarët këtyre argumenteve fetare. Por besoj që dallimi ku është? Një shkollë e ka ajetin, hadithin dhe sqarimin e dietarëve. Shkolla tjetër e ka sqarimin e dietarëve, pastaj argumentin, hadithin edhe ajetin. E këto është dallimi mes dy shkollave. Se njëra shkollë i jep rëndësi përfundimit të meseles që është fjala e ulemave, duke anashkalu argumentin fetar, duke vendosur në rend të dytë edhe të tretë, kurse shkolla e parë e ka të kundërtën. I intereson argumenti pa interesu konkluza. Edhe argumenti është grada e parë e dytë, e konkluza është grada e fundit. Dhe për këtë shkak, ne si hoxhallar dhe si davexhi dhe na si besimtar duhet të ndihemi të bekuar në momentin që insistojmë që fenë tonë ta marrim nga argumenti fetar. Nga ajeti
i Kuranit fisnik dhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo metodologji, megjithëse her pas here dalin njerëz që tentojnë ta devalvojnë atë, ajo ka me ngel dominante, sepse deshtëm na apo nuk deshtëm, feja ka me vazhdu më mbështet në ajet kuranor dhe në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse fjalët e njerëzve do të devalvojnë vetvetiu, sepse fjalët e njerëzve kanë vlerë dhe bereqet përderisa qëndrojnë afër argumentit fetar, përderisa ato na ndihmojnë neve në kuptimin e argumentit fetar, e jo në tjetërsimin e kuptimit të argumentit fetar. Besoj që mund ta keni të qartë dallimin. Një shkollë e dietarëve musliman, e cila është shkollë që ndiqet nga shumica e muslimanëve, mundohen me interpretu dhe me sqaru argumentin fetar, duke lënë hapësirë të keq kuptimit të vet atij dietarit të këtij argumentit fetar. Domthonë e ka sinqeritetin e vet dhe thot ky ajet na jep neve këtë mesazh, këtë kuptim, ky hadith e ka këtë kuptim me kështu me radhë. Dhe një shkollë e cila është shfaqur në kohën e fundit, ka qenë e pranishme në mënyrë të zbet kaluar në tash, është më e fuqishme, është shtrembërim i kuptimit të ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo tjetërsimi kuptimeve të ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo shkollë e re, e cila do kërkon rileximin e tekstit fetar, leximin e ri e tekstit fetar, kjo shkollë e re ka me qenë arsyeja kryesore pse brezi i ri i muslimanëve ka mu detyru me ju kthy përsëri argumentit fetar, ajetit dhe hadithit, pastaj sqarimit të dietarëve. Sepse mbështetja në sqarimin e dietarëve, duke e ignoruar rëndësinë e argumentit fetar, i jep hapësirë më të madhe kësaj shkollës së re për rilexim të tekstit fetar, që ata të keq përdorin interpretimet e shkollës së vjetër të hoxhallarëve për të ofruar lexime të reja të argumentit fetar. Se dia jam i qartë. Zë është problem pak më i madh, nuk është problem këtu te na, është në botë, po duhet të tentojmë me argumentu pse shkolla e hadithit ka me qenë vazhdimisht dominante në mendimin botëror islam, për shkak se tentativat për të ofruar lexime të reja të argumenteve fetare kanë me qenë të vazhdueshme. E përderisa kanë me dalë njerëz me niyete të këqija gjithsesi për të rilexuar argumentin fetar, nevoja për t'ju kthy shkollës hadithit në kuptimin e argumentit fetar ka me qenë e vazhdueshme. Që kjo ishte rezumia, për me mos me u tollovit më shumë. Dhe edhe njerë po du me potencu faktin se bekimi i mendimit ton fetar dhe bereqeti dhe suksesin varet me aq sa na e lidhi më me argumentin fetar. E kjo shumë është me rëndësi me kuptu hoxhallarën në përgjithësi, po edhe xhamatin në veçanti, që gjithë na të insistojmë që të ushqejmë mendimin ton fetar me argumentin fetar, ajetin kuranor dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo shkollë tjetë ajo që ka me na udhëheq neve në jetën tonë private fetare, po edhe në jetën tonë të përhapjes së shkollës fetare ose mendimit fetar tek populli. Në sqarimin e hadithit të Xhabirit radhiyallahu anhu, arritëm tek pjesa e përfundimit të umrës. Nëse ju kujtohet, do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti në pjesën e fundit të sajit në Merwa. Edhe tani, kur erdh këtu, i tha besimtarve: kush s'ka marr kurban me vete, le ta bën niyet haxhin tamattu, umre, pas të cilës del nga Hirami, edhe haxhin e fillon duke qenë Mekë në ditën e 8 të muajit Dhulhixha, që sot i vjen, domethënë, haxhilerët që janë në haxh, sot pas dreke kanë shku, domethënë, prej Mekës në Mina, që nesën sabah me shku prej Minas në Arafat. E dita e Arafatit është nesër,
edhe normalisht e dini ju gjithë se për adhurimeve të veçanta të ditës Arafatit është agjërimi asaj dite që t'jep shpërblim shlyrën e mëkateve të vitit kalum 1447 dhe vitit të ardhshëm 1448 hijretit. Dhe adhurim tjetër përveç agjërimit është një adhurim jashtëzakonisht madhështor, edhe jashtëzakonisht i lehtë, edhe jashtëzakonisht i dobishëm. Shifë, janë tre komponente. Është madhështor për shkak pozitës që ka te Allahu. Është i lehtë për shkak se nuk lip asnjë kusht. Dhe është i dobishëm për shkak se gjithë besimtarët që kanë testu, ja kanë pa hajrin edhe bereqetin këtij ibadetit. E ai ibadet është duaja. Dhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Arafat gjithë kohën e ka kalu duke bo dua. Përveç namazeve që i ka fal, ka bo dua. Andaj në Arafat para xhiler që shkojnë, nuk ka adhurim më të madh se sa duaja. E falin namazin, edhe në momentin e lirë bëjnë dua. Këtë vepra të tjera janë më pak me vlerë se sa duaja të cilën duhet ta kalon besimtari atë ditë me dua. Po edhe na këtu, megjithëse nuk kemi në haxh, edhe ne duhet ta shfrytëzojmë rastin e afrimit të madhërisë së Allahut Dhu Xhelal tek njerëzimi. Është një mundësi e veçantë, speciale, e cila nuk i mundsohet shpesh herë njerëzve, që madhënia e tij subhanahu wa taala t'i afrohet robëve të tij dhe të krenohet me ata haxhiler që kanë shkuar me kry haxhin, që fatmirësisht çdo vit numri është urit dhe interesimi me shkuën haxh është i madh, që është tregues i mirë, i saktë, i ngritjes së vedijes fetare tek populli jon veçanti dhe në botën islame në përgjithësi, por është momentum ku Allahu i madhëshëm krenohet me këta besimtar para krijesave të tija të veçanta me laqet, edhe për këtë arsye gjëja më e bukur dhe më e mirë që e bën besimtarin këtë ditë është që tregon nevojën e madhe që ka për Allahun subhanahu wa taala, t'ia çan hallet e tija atij, madhërisë e tij, që pushteti i tij ka pranë këtë që ka në qiell dhe në tokë, dhe sekret që ka dënë me ndodh me një bëhu, siç ka treguar Allahu i madhërisëm, kur ai dëshiron të ndodhë diçka, mjafton të thotë bëhu dhe ajo bëhet. Dhe për këtë arsye, nesër do thotë përveç agjërimit është mirë që besimtarët të bëjnë dua për njëri tjetrin, për familjen e ngushtë, për familjen e gjanë, për ata që janë gjallë, për ata që kanë vdekë, edhe mendoj se njëra për duave të veçanta që na nuk duhet mi largu nga jeta jonë, është dua që na duhet mi bo për mësuesit e tanë. Kur tham fjalën mësues, e kam qëllimin prej atij që ne kam mësuar shkronjat e gjuhës shqipe, e atij që ne kam mësuar shkronjat e gjuhës arabe për të lexuar Kur'anin, deri te secili që na ka mësuar diçka dhe që ja kemi pa hajrin dhe dobin atij mësimin në jetën tonë. Se janë për njerëzve që mas shumë të kemi borxh dhe detyrë ndaj tyre. Dhe kështu nëse e kalojmë ditën e Arafatit, besoj që të kalojmë për kësaj dite të kënaqur me Allahun dhe Allahu i kënaqur me ne inshallah taala. Pastaj kur e tha këtë fjali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndodhi edhe ajo biseda mes tij dhe Aliut radhiyallahu anhu, i cili vinte nga Iraku dhe kishte bën niyet haxhin me fjalin: "O Allah, e bëj niyet haxhin ashtu siç e ka bën niyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Kjo fjali e Aliut radhiyallahu anhu, pastaj tregon transmetime të tjera dhe Abu Musa al-Ash'ariut njëjtin niyet e ka bën. Tregon një gjë madhështore, ndoshta na e kemi përmend javën e kaluar, domethënë dersën e kaluar, po du me potencu për me kuptu atë që thash si parahyrje në këtë temë. E kuptoni vllazni se 120.000 besimtar kanë ardhur me bë haxhin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që me bë haxhin e plot. Ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sipas sunetit të tij. Edhe Aliu radhiyallahu anhu dhe Abu Musa al-Ash'ariu kur vinë mikat nga vendet ndryshme dhe nuk e dinë se çfarë niyeti ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për haxh,
a ka bo haq ifrat, apo kiran, apo temetu, kanë thonë, o Allah, une po bëj njet me bo haqin, ashtu si që ka bo njet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kjo është dallimi i jon edhe i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata në gjithë jetën e vetë, në të gjitha veprimet dhe lëvizjet e tyre janë mundu të ndjekin hapat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se që edhe në këtë rast që ai s'ka ditë se si ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetin, ka thonë po bëj një jetë me bohaq, ashtu si që ka bo një jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është madhështore vllazni ky momentum për me kuptu pse na insistojmë edhe pse ulemat e mëdhej të islamit kanë insistuar vazhdimisht në ndjekjen strikt të argumentit fetar. Se kur lexojmë në literaturën islame në shekujt e 4, 5, 6, 7 dhe shohim se si dietarët musliman kanë luftuar me kthiu umetin islam në sunnet, lexojmë aty veprime prej hoxhallarëve të kohës së tyre. E them këtë për me kuptuar se këto sfida nuk janë të reja, janë të vjetra. Edhe askush prej hoxhallarëve që e ndjek, do thotë këtë dituri nuk habitet me atë që ndodh sot bile ne muslimanët e Ballkanit fatmirësisht jetojmë në një ambient të një fetarie të avancuar në aspektin e pastërtisë fetare, fatmirësisht. Megjithëse ne jemi periferit botës islame, përsëri Allah i madhërisëm neve na ka mbrojtur prej shumë dukurive negative, prej shumë sajesave, bidateve në çështjen e akides edhe fikut, që s'janë përhap të vendi jonë, siç janë përhap në disa vende muslimane arabe. E kjo ndodh për shumë arsye, ka ndodhur për shumë arsye. Njëra prej arsyeve është kontributi jashtëzakonisht i madh edhe i saktë i hoxhallarëve të vjetër që kanë jetuar në fundin e shekullit 19 dhe fillimin e shekullit 20 dhe janë mundu me rujt pastërtinë e besimit islam dhe me i luftu shumë fenomene negative që janë përhap dhe janë kopju prej feve tjera ekzistente në këtë nënqiell. Allahu ata i shpërblef për mundin e tyre, u ngrit gratat në xhenet dhe na inshallah vazhdojmë me plotësue atë mundin e tyre që e kanë dhënë për ta rumbullaksuar suksesin e depërtimit të fesë të pastër në mesin e popullit tonë. Pra dhe ky momentum ishte interesant se Aliu radiallahu anhu dhe Ebu Musa al-Ashariu e bën këtë njetë në këtë formë për me tregu se ata janë nisë me boj ibadet Allahun ashtu si që mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo si që mëson X dhe Y. Edhe normalisht kur i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanëve që kush ka kurban me vete, le të vazhdon me kirane, kush ka kurban le të kalon në temetu, thotë të gjithë njerëzit dolën nga ihrami dhe i prejnë flokët. Dhe umren e parë të haxhit e ndajtën nga haxhi. I pritën flokët, dolën prej ihramit. Përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe atyre që kishin kurban me vete. Pse se ata që kanë pru kurban me vete, kanë bërë një jetë me bë haxhin kiran, edhe në haxh kiran dhe më thonë nuk del nga ihrami. E haxhi ifrat edhe kiran është i ngjashëm, përveç se, në më thonë, haxhi ifrat nuk ka kurban, haxhi kiran ka kurbanin të cilën të sjell me vete. Edhe andaj haxhilerët tonë, të cilët shumë dekada me radhë kanë shku në haxh, edhe kanë bë haxhin ifrat. Pastaj pas disa dekadave kanë fillu me bë haxhin kiran. E kishin një mungesë të argumentit si me argumentu që ata e bëjnë haxhin kiran, a kurbanin se marrin me vete. Po e blejnë atje në Mekë dhe Therin. Dhe andaj, për shkak të kësaj arsye, edhe arsyes paraprake se haxhi ifrat edhe temetu është më i mundimshëm në kuptimin që prej ditës parë që hinë në ihrame, derisa ta krysh haxhin, tavafin ifada, tavafin e bajramit, ti duhet ngelesh në ihrama, edhe mbrohesh për gjërave që dëmtojnë ihramin tanë, bëhet më i komplikuar dhe më i vështirë, duke i lexuar edhe këto hadithe na si hoxhallar më të ri, dhe t'u ja propozu dhe këshillu besimtarëve tonë dhe hoxhallarëve tjerë se haxhi më i lehtë edhe më i mirë është haxhi temetu, tani fatmirësisht në dekadën e fundit, domethënë
shumica e xhilerëve bëjnë haxhin tamattu. Është edhe më i lehtë, po edhe shpëlimin e ka më të madh, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, sikur të kisha jetu sa kam jetu, do e shtia umrën në haxh dhe i përziti gishtat e veta mes të dy dorëve, kështu e i tha sahabiu a për këtë vit apo për çdo herë, tha bel lil abadil abad, tha për gjithmonë ka me met kjo punë, kështu më e mira e të mirave është me bo haxhin tamattu. Dhe te haxhi, do të elhamdulillah ka ndikime pozitive, ka ndryshime pozitive dhe ka reflektim tek hoxhallarët që kur është në pyetje argumenti fetar, edhe lehtësimi që e shoqëron argumentin fetar, është logjika e saktë fetare që me marrë në konsiderat argumentin, edhe lehtësimin, edhe mos me insistu me fanatizëm një mendim i cili edhe jep barë më të rëndë haxhijut, vështirësi më të madhe haxhijut, po edhe e largon nga zbatimi i argumentit fetar. Edhe kështu do të jemi na gjithmonë, secili prej nesh, hoxh qoftë apo xhamat, argumenti fetar duhet me qenë udhëfyesi i tij në jetën e tij, sidomos në pjesën e adhurimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur erdhi dita e tervjes, që është sot dita e 8 e ditë e muajit Dhul-Hijja, u drejtuan drejt Minës dhe hynë në ihrame për haxh. Haxhilerët që shkojnë në Mekka, haxhilerët e huaj, do thotë nëse ka bëu për shembull haxhilerët tonë kanë shku para 2 javëve parafërsisht. Domethënë një javë 10 ditë, shtunën e kaluar, xhumon e kaluar para kësaj xhumoje. 10 ditë ata kanë bëu umrën për shembull ditën e parë që kanë mbi xhumon, në shtunën, në diellën, varësisht pe grupeve që kanë shku. Nëse kanë mbi natën kanë pushu, edhe në sabah e kanë bëu umrën, edhe prej ditës që kanë bëu umrën i kanë hek ihramat, edhe kanë net me teshat e veta, janë shpërla, do thotë nuk kanë pas ngarkesën e pastrimit të trupit për shkak se kanë qenë pa ihrama. Deri sot. Pra më do të mund të jesh i lidh pa ihram ti 1 ditë, 2 ditë, 5 ditë, 10 ditë, është lehtësim shumë i madh. Do të thotë ihrami bëhet lëm, ti mundesh me la, po sapun nuk on pa erë, e kështu me radhë, muhabete dhe më dhonë fikore të shumta, komplikime, e kështu që ti del për ihramit edhe e i lirë dhe i rikë këtë ditë. Sot, në sabah, bon hazër haxhilerët, edhe shpërlan e veshin ihramin dhe me drejk nisen për me shku në Mina. Kështu ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E këtu ka një mangësi akoma të haxhilerët e tonë, sepse shumica dërmues haxhilerëve tonë prej Maqedonie nuk shkojnë në Mina ditën e 8 Dhul-Hijjës. Rinë hotel, i veshin ihramet, rinë hotel, e mbrëmje autobuset i çojnë në Arafat. E kjo është e mangët. Domethënë sepse qëndrimi në Mina ditën e 8 është sunet, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është modeli jonë në ibadet, ka shku ditën e 8 vetë në Mina. Edhe haxhilerët është mirë, pasi që edhe kushtet teknike i ndihmojnë organizatorët me i çu pa ndonjë vështirësi dhe problem ditën e 8 në Mina. Dhe sa për informat, kush s'ka qenë, sa ata që kanë qenë e kanë pa, Mina është aq mirë e rregulluar, ka aq kushte të mira, saqë nuk i mungon asgjë haxhiut. Edhe tualete, edhe çeshma, edhe klima, edhe ujë për të pi, edhe ushqime për të ngrënë, do të gjitha janë në disponim mjaftueshëm për haxhilerët. Edhe do të ishte shumë e saktë dhe rrugës që organizatorët e haxhit të bëjnë çmos që haxhilerëve t'ia plotësojnë haxhin ashtu siç ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi që mrini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mina, fali aty drekën, ikindin, akshamin, yatsin dhe sabahun. I fali 5 namazet në Mina, do thotë të shkurtuara nga 2 rekate drek, ikindi e yatsi, akshamin 3 rekate, sabahun 2 rekate. Pasi që e fali sabahun, qëndroi pak derisa lindi dielli dhe urdhëroi t'i ngrihej një çadër prej leqe në Nemira, në një pjesë të Arafatit. Edhe u nis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Minas me shku në Arafat. Prej Minas me shku në Arafat kalohet ka Muzdalifeja dhe aty është një vend quhet Mash'ar al-Haram. Përpara në xhahilet, kur bënin haxhin mushrikët, kalonin në Mash'ar al-Haram.
të e respektu dhe ndëru këtë vend. Dhe pritën kureshitët se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndalonte në Mashar al-Haram, siç bëheshte në xahiliet, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u nal. Edhe këtu është një mësim shumë i madh, se ne si muslimanë kemi detyrë dhe obligim të kundërshtojmë çdo gjë të besimeve të kota, të kundërshtojmë dhe të bëjmë të kundërtën e asaj. Andaj përngjajsimi me të tjerët është i ndaluar fetarisht, sidomos në çështjet e besimit. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Kush i ngjan një popullit është prej tyre, është si ata. Andaj përngjajsimi është i ndaluar fetarisht dhe besimtarët duhet maksimalisht të rinë gati kësaj pune dhe të mos identifikohen me besime, adete e zakone fetare të feve tjera. Kjo është një, dhe nivel më i ulët se kjo, domethënë mos përgjagjësimi është kundërshtimi. Dhe të nëse, domethënë është mirë që çdo herë të bësh të kundërtën asaj që e bën xahilieti apo kufri në përgjithësi. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë ndalën në Mashar al-Haram, ai lëvizi pa ndal. Pse e dha mesazhin se na umeti islam, umeti tauhidit është ndryshe nga ai xahiliet të cilin ka jetu populli arab dekada e shekuj me radhë. Edhe na si umet islam sot duhet publikisht të themi kufri dhe xahilietit se do thotë ju jeni të e dëmtu njeriun modern bashkohor. Filozofitë që ju ofroni, ideologjitë që ju ofroni, sistemet politike dhe ekonomike që ju ofroni, sistemin kulturor të cilin ju e ofroni, bile e impononi, ju me këtë çka e bëni e shkatroni çdo njeri. Mas paku muni me i bodam njeriut musliman. Dhe këtë fjali e kam thonë në shpeshherë, po du me tregu juve vllazni se vetëm umeti islam falë këtyve rregullave që i ka mbrenda për mbrenda vetes vete, është mbrojt nga tjetërsimi i fesë vet dhe shpërfytyrimi i asaj nga presionet dhe ndikimet e feve, civilizimeve, qytetërimeve dhe forcave të mëdha globale në botë. Sot njerëzimi në botë i ka 8 miliard njerëz. Umeti islam i ka 2 miliard e 200 milion njerëz. Domethënë 1/4. Sot në botë katolicizmi është fe dominante, e cila ka rënje sipër dhe islami ka ngritje sipër, janë duke u barazu dhe pritet shumë shpejt që islami të jetë fe me idhtar më shumë në botë. Mirë po, kemi forcat të ndryshme politike dhe kulturore të cilat mundohen me luftu, do thotë çdo gjë që është tradicionale. Në këtë rast edhe islami i ka ato pjesë tradicionale të veta. Të gjithë janë ndiku nga këto ndikime kulturore ideologjike, përveç islami si tërësi, dhe pse muslimanët të caktuar janë ndiku, ama islami si tërësi ka ngel e pa prekun, e pa ndikuar. Pse? Për shkak këtyre mekanizmeve të cilat na i potencojmë vazhdimisht. Ti kthehemi argumentit fetar, ajetit dhe hadithit dhe të luftojmë në mënyrë sistematike të gjitha bidatet që shfaqen në islam. E tash kur foli për bidate, fatkeqësisht hala dikush mendon se flas për tespit me xhamat. Ajo është një për problematikave. Mirë, por kur flasim na për bidatin, kemi të bëjmë për LGBT-n, kemi të bëjmë për të gjitha doktrinat e reja të cilat ideologjia perëndimore e imponon shoqërive. Edhe kur folim na për do të cenzorat ndaj bidateve, shpikjeve dhe sajesave të kemi të dhezuna dhe të kemi të fuqishme, kjo është ajo që neve na mbron nga të gjitha ofertat kulturore të ideologjive dhe filozofive të ndryshme të botës. Edhe andaj kjo neve na garanton që islami vazhdimisht me qenë oferta e ofrume, e hapun dhe ofrume ka që të tjerëve. Dhe këtu dësha me dalë unë, që na muslimanët nuk duhet me ul kokën kur neve na akuzojnë, do thotë xahileti, kufri, zullumqart, diktatorët, mendje mëdhejt e botës, arrogant e forcave materiale të botës, kur na akuzojnë neve për ekstremizëm dhe terrorizëm, na të ndihemi fajtor edhe të marginalizohemi, përkundër se do të themi na ju e shkatruat botën.
Edhe luftën e parë botërore e bën aty, edhe dytën e bën aty, po edhe tretën i e bëj jo. Edhe numri i viktimave që keni shkaktuar ju si njerëz, si numra është marramendës, e mos themi shkatrime tjera që keni bëju. E na si musliman e thrasim, e na si musliman dhe përfaqësues të Islamit e thrasim çdo njeri ta pranojë Islamin. Se në Islam gjen qetësinë, rahatin, e gjen vetveten, e gjen stabilitetin, e gjen, do thot, atë kompaktësinë mes nevojave tia si individ dhe ofertave që jep Zoti në qiell dhe në tokë. Këtu po du me përmend për respekt maksimal për një figurë, ndoshta edhe e keni pa, një grua e cila para 40 e kusur viteve ka lind në shtetin sionist që quhet Izrael në Palestinë dhe ka jetu si hebreje, si jahudik. Mirë po, ajo nga mbrenda e ka pa se kjo që bën shteti sionist, apartheidi sionist në tokën e okupuar palestineze, është një padrejësi e madhe që i bëhet popullit palestinez. Edhe para 20 viteve, do thot, ka filluar me përkrah popullin palestinez në luftën për drejtat e veta. Edhe ka qenë pjesëmarrës e të gjitha fushatave të flotilave të përkrahjes për popullin e Gazës në veçantë dhe Palestinës përgjithësi. Që nga fillimi, jo vetëm këta të fundit për 2023 e këndej, po edhe ato më herët që kanë qenë. Edhe në rastin e fundit, pastaj kalon edhe jeton në Gjermani, para disa vite ka pranuar Islamin dhe jeton si muslimane dhe në njëran prej udhëtimeve të fundit ose të para fundit saj për në Palestinë e burgosin forcat sioniste në Palestinë dhe mbajnë burg. Përderisa të gjithë tjerët i lëshojnë, sikur se keni pa, disa herë kanë shku flotila e qendresës, flotila Sumud drejt Palestinës dhe në ula ndërkombëtare forcat sioniste i kanë burgos e pastaj i kanë maltretu, i kanë torturu dhe në fund i kanë liru, këtë e majnë burg, hala. Edhe, do thot, synojnë me e denu atë, me akuzu për tradhti kombëtare, sepse ajo vetë jehudi edhe punon kundër shtetit sionist, dënë me e gjykue për tradhti kombëtare dhe me dënime të mëdha dhe trepta për te, mirë po në momentin kur ajo del në gjyq, e shef se rin e vendosun, as nuk shqetësohet, as nuk tutet, por e tregon krenarin e saj si njeri dhe si musliman pastaj për sdyti. Pse tregova këtë tregim? Për me mdhonë mësim vetvetes o vllazni edhe shumë kushtit për neve këtu, që kanë herë me përmend emrin Palestinë, me përmend emrin Gaza, me përmend rezistencën në Palestinë, me thonë Free Palestine ose Free Gaza, e mendon 2-3 herë se çka ka më ndodhur me mua. Çka kanë me thonë këta dhe ata për mua. Ajo vetë do thot izraelite. Ka lind si izraelite, ka jetu si jehudik. Edhe ka kuptu zullumin sionist që i bëhet popullit palestinez edhe ka shku me ndihmu, megjithse do thot përballet me akuzë shumë të rënda tradhti kombëtare. Por ai nuk i le shenjë, nuk i le përshtypje, se ka gajle. Andaj, o vllazni, kthehuni Allahut, pendohuni tek ai dhe shtetuni madhnisë së tij, se fundi jeta jon, biznesi jon, liria jon, zhvillimi jon varet vetëm për Allahut, për askujt tjetër. Mos u tutni për njerëzve, as për sistemeve politike, as për mediave, as për mos u tut se për të mshelet rrjeti social, para nuk është qesharake, mirë po ma ka mshel vallahi Facebookun një javë, një muaj, punë e madhe. Punë e madhe, aty po i vrasin, po i presin, po i masakrojnë, e ti po e kanë Facebookin, Instagramin që të kanë mshela. Mirë po kësheve ku bjerë niveli muslimanit, do thot merret me gjëra të kota edhe të ulta. Dhe për këtë shkak doja ta përmendi këtë rast, megjithëse s'është ligjërata për të tregu heroizmin e saj dhe shembullin që jep dhe argumentin me të cilin argumenton kundër secilit musliman i cili hesht kashik kësaj që bëhet, kashik këtij zullumit dhe gjenocidit që ndodh ndaj popullit palestinez në Gaza në veçantë dhe në Palestinë në përgjithësi. Tash ishmi të xhahiletja dhe kundërshtimi i xhahiletit dhe se na si musliman kemi çka i ofrojmë botës në përgjithësi dhe kjo është ajo që duhet ta mbajmë mend. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u ndal në Mesh'a Haram, vazhdoi derisa mbriti në Arafat.
gjeti çadrën e ngritur në nemire për te dhe aty pushoi. Deri në drek. Kur dielli kaloi mesin e qiellit, urdhëroi t'i përgatitej deve e tij që quhej El Qaswa dhe me deve mbriti në mesin e luginës dhe u mbajt njerëzve në fjalim. E mbajti hutbën, quhet Wadi Arana. Do thot Orana, një lugin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbajti hutbën e Arafatit. Edhe kjo hutbe pe asaj dite deri më sot çdo vjet, domethënë mbahet hutbe e ditës së Arafatit në xhamin që quhet domethënë në advent është bo xhami, për para s'ka pas xhami, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbajti fjalimin e tij, që pjesë të këtij fjalimit na i kemi ndëgjuar her pas here, dhe përmendje unë këtë atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hutbe, ka thonë inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha shahrikum hadha wa baladikum hadha. Do thotë, o ju besimtar, dijeni se gjaki i juj, pasuria i juj, janë të shenjta, nuk band na përkamben për njëri tjetrit kot e kot, ashtu sikur se është e shenjtë kjo ditë, dita e Arafatit, ky muaj Dhul Hijja, është muajve të shenjtë, dhe ky vendi domethënë i Arafatit ose vendi i Haremit në përgjithësi. Pastaj thot, vini re, çdo gjë nga zakonet e ignorancës janë të anuluara nën këmbët e mia. E kjo është ajo që na e tham pak më herët, se Islami ka ardhur me e demontu xahiliyetin, shtraf për shtrafi. Edhe kur e tham këtë fjali, nana edhe duhet ta them atë që duhet me nënkuptu se cili prej neve. Islami me të gjitha rregullat e veta e ka fuqinë e demontimit të xahiliyetit, të gjithë këtyre ideologjive dhe filozofive që janë dominante sot në botë. Mirë po pse nuk ndodh këtë demontim i tyre? Për shkak se na muslimanat ndihemi inferior ndaj tyre. Na mungon krenaria e Islamit. Edhe për atë shkak të gjithë ata jo musliman që kanë pranuar Islamin me lexim dhe duri, ata kanë krenari dhe kanë sukses të madh në davetin e jo muslimanëve në Islam. Edhe këtu du me përmend një shembull, ne kemi njëri prej vllazëve tonë të Kosovës, është emri i njohur Murtez Xhaferi, vllazën e Xhaferit, ata këndojnë domethënë me edhe ilaia këndojnë. Mirë po vllau Murtezi e ka një angazhim interesant në një prej xhamive të Göteborgit në Suedi. I pret jo muslimanët në xhami dhe u tregon aty për Islamin. Dhe nuk kalon javë, po mos them edhe ma pak ditë që nuk vjen ka një jo musliman dhe e shqipton shahadetin tek ai. Ma i fundit që vjen dhe e shqipton shahadetin është një djalë i një familjes, do thot ateiste militante, që luftojnë me fuqi maksimale intelektuale këtë fetë, edhe promovojnë ateizmin. Djali tymve ka ardhur edhe ka lexuar Kur'anin dhe i ka gjetë disa gabime, thojza sipas tij, për Kur'anin dhe ka ardhur xhami, ka thonë në kumar me vizitu juve, edhe me debat me juve se shifet çfarë gabime ka në Kur'an. Pasi që na ulëm dhe bisedum edhe ja demantum ato gabime thojza që ai kishte gjetë Kur'an, shkoj. Javën që erdhi dhe tha ku marrë me pranu Islamin. Edhe është video ku ai e pranon Islamin dhe thot shahadetin. Çfarë do me thonë me këtë vllazin? Na si musliman duhet me lexu për Islamin, gjithsesi mos më nejt gjatë natën muhabete të kota siç i bëjmë në rrjetet sociale e në për kafene, po merr librin edhe lexo, edhe mëso. Edhe pastaj me krenarin më të madhe, fol me këndush, profesor, doktor le tjetë, apo njëri i thjesht, fol për Islamin edhe ofroja Islamin. Se s'ka ku shkon. Atë që ofron Islami e demonton, jo e demonton, e e don cop xahiliyetin. Edhe s'ka ku shkon, e ka me ran tokë. O ka me pranu Islamin, o ka me shku me inat pas te kundër Islamit, ama verzion tret s'ka.
Opcion tretë s'ka. Edhe andaj kjo hutbe do të lam të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e jep këtë orientim. Tha, do thot gjitha zakonet e xahilietit i shkeli me kam të mia. Ato mos kanë vlerë, edhe zguxojmë që janë referencë. Megjithëse se ummeti islam sot fatkeqësisht hala do thot jeton me rregullat xahilietit, qeveris me rregullat xahilietit, punon me rregullat xahilietit, edhe andaj nuk është model për të tjerët. Po flas për shtetet muslimane. Nuk është model për të tjerët. Edhe nëse ata nuk i kthehen islamit që të integrojnë islamin tërësisht në të gjitha nivelet e shteteve të tyre, nuk kanë mundësi kur me qenë ata oferta e saktë edhe duhur për perëndimin. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjakmarrit e ignorancës janë të anuluara. Shife atë vllavrasje që ishte mes arabëve për kot e kot. Siç edhe na shqiptarët, domethënë që vritemi na për kot e kot. Se kur duhet me luftu, dalin 20-30.000 veta për popullit 2-3 milion, 5 milion, 10 milion, u që këtë tona, maksimum ushtar real ka pas ka 10-15.000, as 10.000, 15.000 si kanë pas. Normalisht mas lufte janë bo ka 20-30.000, 40.000, ndoshta dikon kam rridhe 100.000 numri, po ku ta vësh hesapi 7-8 milion shqiptarëve me dalti 100.000, do thot nuk është as 1% nuk është. Ama kojnë muhabetin ja bojnë ketë. Po me vra vllavin e vetë se mendon një herë. Do në malet e vret vllavin e vetë, si sa mi dal armikut ka shi. Kjo është mentaliteti i xahilietit. Edhe të arabët ka qenë njëjtë. Ata me zveti janë bo, do thot, roshe kumda të vra, kurse ka shi armikut, do më thonë, s'kanë mujtë me rezistu. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëra për gjërave që i përmendin këtë hutbe është gjakmarrja e ignorancës. Që edhe këto të na shqiptarët, Allah i shpërbleft muslimanët, do thot, u dhasht mirësi sa ka mundësi mi dhonë një muslimanëve që kanë pjesë e pajtimit të gjaqeve të shqiptarët, ka qenë njëra prej proceseve ma të dobishme në homogenizimin kombëtar. Andaj procesi i pajtimit të gjaqeve i ka parapri luftave shërimtare. Edhe ka qenë një hap shumë i dur. Normalisht aty ka pas shumë xhallar të inkuadruar në këtë proces të pajtimit të gjaqeve, por mediat tona me qëllim i mshehen ata dhe vazhdojnë mi promovu figurat jo islame, megjithatë kushdo që ka kontribuar në këtë proces ka bërë një punë të madhe edhe të mirë. Dhe gjakun e parë që anuloi për gjakëve tonë është ai djali të Rabia ibn Harithit, do të familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kamata e ignorancës është e anulume, edhe kamata e sistem ekonomik i zhvatjes e pasurisë nga shtresa e mesme dhe e varfër dhe akumulimi i kësaj pasurie tek shtresa e pasur është qëllimi i kamatës. Për me kuptuar shumë thjesht. Sistemi kamatar çka bën? Do thotë pasurinë e pakët që ka met në xhepat e shtresës së mesme dhe të varfër e merr nëpërmes, do thot, ofertave të kredive me kamat. Edhe andaj Islami ka luftu kategorikisht, sepse Islami nëpërmes luftës kundër kamatës dhe insistimit vetëm në zeqat, si tatim, kushtimisht me përdorit temin tatim këtë rast, do thot ka mundësu që gjithë shtresat me pas kapital edhe mos me qenë dhe më vonë kapitali i grumbulluar në një shtresë të caktuar. Siç tentohet sot në botë, të ketë kapitalista multimiliardera që thuhet domethënë 1% e botës e ka pasurinë e 99% tjetër të botës. Çto është rezultati sot? 1% e botës, ato multimiliarderat, e kanë pasurinë e 99% të njerëzve tjerë të botës. E kjo është qëllimi i kamatës. Islami e bën kundërtën, domthonë e ndan pasurinë, do thotë në mënyrë proporcionale, jo të barabartë. Po secili ka pasuri as sa punon. Po kur kush jep privilegje as përparësi në, do thotë qasjen në kapitalin e njerëzve. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha edhe kamata e ignorancës është anulume, e para është ajo e Abbasit i birit Abdul Mutalibit, ajo është e tëra anulume, domthonë filloi te familja vet. Edhe kjo është domthonë një edukim i rëndësishëm që na duhet ta kuptojmë, mos filloti me shit men në kojshi e në akraba,
pa I rregullu punë të shtëpinë tonë. Nëse pite shtëpia jote, aty rregulloj punët e tuja, mas ne dilën këshillin në akrabo, merret fjala. Ama nëse ti, kjo është si rregull gjenerale, edhe pse ka përjashtime gjithsesi. Ama nëse ti si rregullon punën brenda shtëpisë tonë, kush ta merr llafin jashtë shtëpisë tonë pastaj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe te falja e gjakut, edhe te anulimi i kamatit nisi për te familja e tij. Keni frikë Allahun se u përket grave. Shifni tani komponenta e tretë ose e katërta. Do të thotë puna e grave, se në xhahiliet gratë janë konë të anashkalume, të marginalizume, jo është bo padrejtësi e madhe atyre. S'kan pas peshë dhe rëndësi në zhvillimin shoqëror. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pas parasysh atë kulturë dominante tek arabët, thot keni frikë Allahun sa u përket grave, sepse ju I keni marrë ato me besën e Allahut dhe I keni bërë të lejuara për vete me fjalën e Allahut. Domethënë, ato gra janë gratë e juaja në momentin që ju I keni marrë si gra me fjalën e Allahut, domethënë, I keni bërë nikah. Edhe do të janë bot tani të juajat përderisa kanë lind tek një babë dhe një nën tjetër. E do të kujdeseni për to, sepse I keni amanet për Allahu subhanahu wa taala. Normalisht e tani e jep sharimin ato kanë detyra ndaj jush që të mos fusin në shtëpinë tuaj askënd të cilin ju e urreni. E nëse bëjnë diçka të tillë, atë ju keni drejt me marrë masa. Këtu përmendet termi darban ghayra mubarrihin, do të godisni me goditje të lehta, jo të rënda. Faktikisht, nëse një grua tregohet e papërfillshme ndaj urnave të burrit, atër burri ka të drejt me përdor, do thot, të gjitha masat represive kundër kësaj grue për ta fut në bina. Ta shifne unë e përdora parë goditin e lehtë edhe masat represive. Në ligjërimet publike sot, me përdor masa represive, nuk nënkupton rrahjen drejt për drejt edhe ka përcen. Me përdor goditje nëse rrahjen, bëhet temë ditore dhe qohen feministët edhe flasin, ky hoxha është I këtilla, ai hoxha është I këtilla. O njerëz, kush do qofshin ata? Na si mi të fol demokraci, si mi të fol laicizëm, si mi të fol filozofi perëndimore, si mi të fol hinduizëm, si mi të fol krishterizëm, si mi të fol islam. E ti që s'ki lidhje me islamin, ti s'munësh me ndërhyjnë ligjërimin tem. S'munësh me më kallëzu ti çka kam me fol une. Mua më tregon çka flas Kur'ani dhe Suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto rregulla ekzistojnë në islam. Edhe këto rregulla do thot nuk ndryshon pse kthen një feministe të majt apo një tjetër nxjath, një laik apo islamofob, edhe e shon X hoxhën apo do thot X ligjëratën për këto terme edhe për këto muhabete. Që janë çështje fetare, hutbe e lamtumire se është në të gjitha librat, për shembull këtë rast I Sayuni Imam Muslimit, edhe përdoret këtë term, nas muna me hek për rregullave tona. E që kjo pjesë ka të banë me atë lezimin, rilezimin e tekstit fetar. Edhe pse na do të me insistu me qenë domethënë fanatik edhe puritan në ndjekin argumentit fetar dhe lezimin e saktë të argumentit fetar. Sepse çdo fjalë që kena me thonë na kështu, ka me dalë dikush ka me na kundërshtu, edhe na të desh me apo qefin ati kina me ndryshu kuptimin e kësaj fjale. Edhe mas 5 viteve, mas 50 viteve, mas 500 viteve, që ka me metë për islamit e pa ndryshueshme. Asgjë, këtë ka me këndryshe. Edhe andaj në themi, ju qafirat, ju muslimanët, nuk keni të drejt me ragu kundër neve muslimanëve kundër na të regojmë rregullat e islamit. S'ki dire me ragu. Ti mundesh me folën me filozofin tonë, me ideologjin tonë, për ty, si pas teje, në botën tonë. Mirë për na, në botën tonë, si musliman, si islam, kjo është oferta jonë. Të pëlqen, pranoje, s'pëlqen, kundërshtoje, dil. Edhe kështu edhe këtë bota perëndimore që pranon islamin, I din këtë elemente. Bile, ai përshka këtyre elementeve dhe pranon, sepse kjo është qasje e natyrshme, edhe qasje e saktë në këto situata të marrëdhënieve burr-gru këtë rast po flas, po edhe të gjitha probleme tjera që ata mund me reagu. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju keni detyra ndaj tyre, ti furnizoni dhe ti ushqeni në mënyrën e mirë, domthonë siguroni ushqim, veshmbathje, kul mbi kokë. Kjo ishte çështja e grave, pastaj kaloj te një rregull gjeneral, edhe kjo është ajo që ne kemi argument në këtë
pretendimin tonë dhe në këtë insistimin tonë, kam lënë mes jush atë që nëse kapeni pas ti, nuk do të humbni kurrë librin e Allahut, do të Kur'anin. Edhe Kur'ani është referencë e cila na mbron neve nga devijimi. Dhe thon fund ju do të pyeteni për mua e çfarë do të thoni? Do të pyeteni ju si umet te Allahu dhul xhelal për mua si pejgamber i Allahut. E çka do të thoni? Ata thanë, domethënë nashhadu annaka qad addayta al-amana, qad addayta, se do të dëshmojmë se ti e përçove mesazhin, e kryve emanetin dhe e dhaje nasihatin këshillën. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngriti gishtin tregues drejt qiellit dhe tha, do thon duke i thonte njerëzit, o Allah dëshmo, o Allah dëshmo, o Allah dëshmo. Normalisht neve koha që kishim disponibil na përfundoj, po nuk është edhe gjatë pjesët që kanë mbetë, do i lexoj shkurtimisht pa ndonjë koment. Pastaj u thirr ezani dhe ikameti dhe fali drekën, pastaj ikameti dhe fali iqindin, pa falur asgjë mes tyre. Domthonë 2 rekate drek, 2 rekate iqindi, ka fal shkurt edhe bashk, pastaj hipi në devën derisa mbriti te vendqendrimi i Mokif, e ktheu barkun e devës drejt shkëmbimeve, mbajti rrugën e këmbësorëve para tij dhe u kthye nga kibla dhe aty qëndroi duke bërë dua deri në perëndim diellit. Shifni. Prej drek deri në perëndim diellit te Mokifi. Mokifi është te kodra që tani njerëzit e quajnë Jebelur Rahma, kodra e mëshirës. Në qatë vend, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masi e ka marrë hutbën, e ka folë drekën dhe iqenin, do thot mundet me qenë për shembull nga ora 2 parafërsisht, ka shku te ky veni dhe deri në ora 7 sa është akşamit tash në Saudi. 6:30, domethënë 4 orë gjys, plota ka bë dua aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi perëndoi dielli, mori Usamen pas vete dhe u nis drejt Muzdelifes, e mori ndeve me vete dhe u nis me shku në Muzdelife dhe udhës u theke njerëzve qetësi, ngadal, mos nxitoni se zakonisht njerëzit kur dalin pi Arafatit morin hujum. E theke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qetësi bile e shtrëngoi ke do thot litarin e devës, sa që qafa e devës i mbriti tek shala. Të e ma qëtërngushëm mës me elon me ecë shpejt. Në Muzdelife, kur mriti, e fali akşami dhe jacin me një ezan dhe 2 ikamete, dhe fleti ati deri sa lindi agimi i mëngjesit, pasi lindi agimi i mëngjesit fali sabahun dhe qëndroi në Meshel Haram duke u lutur deri sa u bë drita e madhe. Domthonë pa lind dielli, po u bë dritë. U nis para se të lindte dielli duke marrë pas vete Fadl ibn Abbasin, do thot djalin e miqës së tij Fadlin, ishte i ri, ishte i bukur, e mori me vete ndeve, domthonë një herë kishte Usamen, tani e mori Fadlin me vete, kur po kalonin pan disa gra dhe Fadli shikonte te këto, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mbuloi fytyrën, syt dhe ja kthei kokën në anën tjetër. Dhe kjo është edukat që edukonte me të rinin islamin atë kohë që me ul shikimin nga gratë e huaja. E tani paramendoni kush ka Instagram, Facebook, rrjete sociale, sa ka fitne, sa ka nevojë me ul shikimin edhe, domethënë me rujt veten nga këto gabime. Kur mbriti në luginën Muhassir, nxitoi pak, pastaj mori rrugën e mesme drejt xhemrës së madhe, aty hodhi 7 guraleca duke bërë tekbir me secilin prej tyre, pas shkoi te vendi i kurbanit, theri 6 dhe 3 deve me dorën e tij dhe pjesën tjetër jala Aliut radiallahu anhu, e ato ishin domethënë këtë 100 deve. Urdhëroi të gatuej nga një pjesë mishi prej tyre për çdo kurban dhe hangrën bashk, pastaj kreu tavafin e ifadas rreth Qabes, fali drekën në Mekë dhe shkoi te biti e Abdul Mutalibit, të cilët ndanin ujë nga pusi i Zemzemit, ku domethënë i tha atyve ndani ujë o jo bit e Abdul Mutalibit, sikur mos kisha frikë se njerëzit do të vinë krejt te ju me ju pengun punë tuj, edhe unë kisha nda ju me ujë. Tu mendu se do bëhet kjo sunet, e njerëzit do vinë me nda ujë, nuk shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me unimu atyve, por mori prej tyre ujë dhe piu, domethënë shumë ujë të Zemzemit. Këtu përfundon hadithi i Xhabirit për haxhin. Në versionin e Sheh Albanit janë edhe disa shtesa të vogla, të cilat e plotësojnë pasqyrën, mirë po neve këtu do ndalemi që në ndonjë ders të ardhshëm inshallah
të japim edhe disa mësime dhe porosi që dalin nga kjo hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e kisha me qëllim me tregu haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta kemi parasysh, sidomos ata të rinj që s'kan qenë haxh, e në momentin që vendosin me shku në haxh dhe u mëson Allahu me shku në haxh, ta kemi parasysh këtë hadith dhe ta lexojnë këtë hadith dhe mësimet që dalin nga ky hadith, në këtë formë ta kryejnë haxhin e vet, që të jetë haxhi i tyre edhe i sinqert për Allahun, por edhe i saktë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e pranoft haxhin e haxhilerëve që kanë shku këtë vit edhe atyre që kanë shku përpara. Allahu ja mundsoft të gjithë atyre që kanë dëshirë me shku në haxh e s'kan mundësi, e kanë pengesa, Allahu i madhëshëm u mundsoft edhe u largoft pengesat. Elusim Allahun e madhëshëm që të ngelet qabja e madhrume me adhurimin e adhuruesve dhe me zbatimin e fesë, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E neve Allahu i madhëshëm na dhash dije të dobishme dhe vepra të mira, na dhash sinqeritet në fjalë dhe vepra dhe vazhdofshmi deri në fund të jetës duke ndjekë në mënyrë strikte sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duke luftuar të gjitha format e lajthitjes dhe devijimit të cilat përhapen në çdo kohë dhe në çdo vend për njerëzve që kanë herë gabojnë me niyete të mira, po edhe për njerëzve që me qëllime të këqija tentojnë ta shtrembrojnë dhe shpërfytyrojnë natyrën ose fytyrën e bukur të fesë islame, e cila mbështetet në argumentin fetar, ajetin kuranor dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju dhash shëndet dhe bereqet dhe ju shpërblet për vëmendjen dhe sabrin. Walhamdulillahi rabbil alamin.